E njohur me emrin e artit si Tina Turner, por e lindur si Anne Mae Bullock më 26 nëntor të vitit 1930 në Ned Bush, Tennessee. Fal karrierës së saj 50 vjeçare, Tina Turner fitoi titullin mbretëresha e rock'n'rollit. Në moshën 18 vjeçare, pas që këmbgulja e tij gjatë, ajo ju bashkua grupit Ike Turner, ku dhe nisi karrierën e saj muzikore me burrin e saj të arshëm, Ike Turner. Në vitin 1960, një këngëtar që do të këndonte këngën A Fool in Love nuk u shfaq dhe kënga u kënduar nga Tina, e cila u shndërrua në një hit dhe arriti vendin e dytë në top listat në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ike ndroi emrin nga Anne Bullock në Tina Turner dhe grupin e tij e quajti Ike and Tina Turner Revue. Ata u martuan në vitin 1962 në Tijuana të Meksikës. Çifti pati 4 fëmijë, por vetëm një ishte i përbashkët. 2 ishin nga lidhjet e mëparshme të Ike-ut dhe një nga lidhja e Tinës me saksofonistin e grupit. Suksesi ndoshi me disa hite si It's Gonna Work Out Fine, I Idolize You, River Deep, Mountain High e tjerë. Në mes të viteve 70, jeta personale dhe martesa e Tina Turner filluan të bien si pasojë e përdorimit të drogës nga ana e burrit saj, që është i solli dhe dhunë fizike dhe psikologjike. Në vitin 1976, Tina lë Ike-un duke ikur vetëm me 35 cent në xhep dhe për disa muaj u fshet tek disa miq të saj. Në vitin 1977 finalizohej divorci pas 15 vitesh martesë, e ndjekur nga libri autobiografik Unë Tina, në të cilin Tina rrëfen dunën ushtruar nga Ike. Në vitin 1978 publikon albumin e saj të ri të quajtur Rough, i cili niste me ritme blues dhe një sër këngësh rock, duke treguar drejtimin që dëshiron të të merrte karriera e saj. Tina rindërton karrierën e saj me një sër hitesh. Në 1983 dhe me publikimin e albumit të dytë të saj, në vitin 1984 të quajtur Private Dancer. Po atë vit, ajo publikon hitin What's Love Got to Do With It, i cili zuri vendin e parë në playlistat amerikane dhe ishte këngëtarja më e moshueshur e ndite e para. Karriera e saj muzikore e çoi edhe në kinematografi, ku luajti një sër rolësh për krah aktorëve si Mel Gibson e shumë të tjerë. Ajo ka realizuar koronën zanore të filmit 007 dhe ka marrë pjesë në filmin autobiografik, ku roli i burrit saj luhet nga Lawrence Fishburne. Një nga hitet më të mirë të saj është cilësuar Simply the Best, i cili u lançua në vitin 1991. Ka bërë një sër bashkëpunimesh si Eros Ramazzotti, Cher apo Elton John. Pas shumë vitesh mungesë, ajo u rikthye në shkurt të vitit 2008 në skenë në krah të Beyoncés. Pavarësisht moshës 69 vjeçare, Tina nuk dukej më vjetër se Beyoncé dhe paraqitja e saj u prit me duar trokitje dhe ovacione të shumta. Në 1 tetor të vitit 2008, ajo nisi turën e koncerteve të saj të titulluar Tina 50th Anniversary Tour. Nuk mund ta besoj që jam ende në skenë në këtë moshë, jam para publikut duke kërcyer, kënduar dhe emocionuar njerëzit. Shpesh mendoja çfarë jam duke bërë. A është normale kjo? Se nuk jam në shtëpinë time në Zvicër e shtrirë në divan me burrin tim, duke ngrënë një pjatë makarona. Mos jam gjë çmendur, deklaroi ajo në muajt e parë të vitit 2009. Kam qenë shumë e lumtur që për 8 vite nuk isha Tina Turner. Nuk më ka munguar skena, këngët, veshjet, nuk më mori malli për asnjë prej tyre. Kisha arritur në pikën ku isha lodhur shoqëni Tina dhe doja vetëm të pushoja. Doja të shijoja jetën dhe të gëzoja shtëpitë mia në Zvicër e Francë, por ja kur riktheva sërish dhe ç'është më e keqja, dëshirova çdo minutë të rikthimit tim në skenë. Njerëzit mendojnë se jeta ime ka qenë e vështirë, por unë mendoj se ka qenë një udhtim i mrekullueshëm. Sa më shumë rritesh, e kupton se nuk ka rëndësi ajo çka ndodh, por si të përshtatesh me të. Kam qenë një vajzë që jam rritur me ëndrrën për të bërë këngëtare. Vin nga një familje e varfër dhe punëtore. Në vitet 40-50 nuk ekzistonte ideja se kushdo mund të bëhet i famshëm. Unë isha më pak e favorizuar për shkak të ngjyrës së lëkurës sime. Megjithatë, kurrë nuk e humba besimin në vetvete. Kur takova Ike, kjo ndodhi. Ne u bëm famshëm, jeta ime ndryshoi, por ende ishte e vështirë. Këngëtarët me ngjyrë atëherë nuk shikoheshin me sy të mirë, por ne thjesht nuk ndalëm. Vazhduam të ecnim përpara teksa rikthej kujtimet tek ajo ditë. Më vjen për të qeshur sepse në atë kohë kam marrë shumë mësime për jetën sa nuk kam marrë kur në gjithë këto vite. Dhuna që ai kushtroi mbi mua ishte një nga periudhat më të errta të jetës, por ato ditë nuk më mundën. Mos thyen brinjt, hunda, kocka, po prap nuk e dhash veten. Vazhdova të këndoja dhe të kujdesesha për fëmijët njëkohësisht. Thjesht i dhash forcë vetes. Tina Turner është cilësuar nga revista prestigjioze Rolling Stone si këngëtarja më e mirë të gjitha kohrave të rrymës rock.
Tina Turnerin e ka karakterizuar po e njëjta energji që ka patur që në ditën e parë që është ngjitur në skenë dhe deri natën të fundit. Këmbët e saj vjojnë të mbeten ëndra e çdo vajze të famshme. Mbretëresha e muzikës rock and roll ndroi jetë në moshën 83 vjeçare me 24 maj të vitit 2023.